është mirë që të mbyllet kjo bisedë dhe të ndahet ambientalizmi nga llapaqorrizmi dhe nga qorrollapizmi. Duhet të ndahet. Kush e do bulevardin për ta qorrollapuar, të shkoj ta qorrollapoj. Kush është në bulevard akoma, apo kush simpatizon me bulevardin për Sazanin? A do shitet, a s'do shitet, a shitur, a së shitur. Për Zvërneci. A do betonohet, a s'do betonohet, a do ndërtohet, si do ndërtohet, a do mbrohet, a s'do mbrohet. Për zhvillimin e Shqipërisë dhe për mënyrën se si ne do të ndërtojmë në ato pika ku janë të ndjeshme. E pat ju që kishte dalë njëri atje nga këta të qorrollapuarit dhe thoshte kujdes, edhe ai ishte komplet UFO. UFO. Kujdes, nuk është ke Zvërneci puna, Zvërneci është loja, puna është ndarzez, o burrat gjithë ndarzez. Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Po pse fieri, domethënë sipas këtyre, shiko, sipas këtyre dhe atyre që i mbështesin andej, se entuziazmohen, Shqipëria duhet të jetë një lloj rezervati. Dakor? Se Vjosa e thonë, ne jemi shumë krenar që e mbrojtë Vjosën. Po këta që na thonë, lumi i fundit i egër, po lumenjt e tjerë, pse i zbutët ju? Po i zbutën ata. Pa tjetër. I zbutën se lumi i egër ka probleme. Lumi i egër nuk të lë të ndërtosh si të duash e ku të duash. Tani këta duan që fieri mos ketë kur dalin det. Fieri mos ta ketë kur në Bregdet, si që kanë të gjitha ato vende që kanë këtë thesar, një destinacion turistik ku të vi tër bota të vi. Pa tjetër. Tër bota të vi.